Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, për të sjellur pranë jush një shkrim i cili është dedikuar momentit të mbrëmshëm ku Gjesti ka takuar familjen e tij. I madhi Çun Lajçi në faqen e Facebookut të tij, në profilin e tij, ka shkruar disa fjalë të prekshme për marrëdhënien e djalit edhe të nënës. Ai ka përzgjedhur fotografinë ku Gjesti i tha produksionit dhe në fakt i tha Ledionit që më lër të ri veç pak në kraharorin e nënës time. Shkrimi fillon kështu: veç pak, mleni çetu veç pak. Thoshte e qante: jo, s'donte të shtriej. Sado që pallat i rëndoheshin e trupi nuk i reatohej. Catitu në përdhomën e vogël, i thoshte vetes: shty nijet e lodhura e mos i shqyt sit nga televizori. Dëgjoje brengën rinore, se të tilla ka me qindra në këta dhe, të larë me gjak dëshmorësh. Ai po ecte dyshemes pas mesnatës, si fëmia, kur mëson të hedh hapat e parë. Gjoksi i shtrëngohej nga një rrëfim që po ja ngjallte një tjetër histori shumë vite më parë. Donte ta dëgjonte fije për fije, copë për cope, të këputur e të lagur me lot, sa herë djaloshi provonte t'i lidhte mendimet nyje në nyje. Kam ecur në rrugëve të errta, thoshte mes të qarash, gabimisht e vrava zemrën e prindërve, mora të poshtën dhe s'munda të ndaloja te gardhi, por as te muri. Mjegulla e pas luftës ja kishte zhbër djaloshit rrugët. Lakmitarët e njollosën imazhin e shtetit të pavarur me bimët narkotike, që futeshin me thas nga shteti jam. Rinia pinte ashash dhe në për rrugët e Katundit. Poetin ndiqte rrëfimin e një reality show televiziv dhe ndjente gjoksin të ngushtohej nga dhimbja. Në ekran, djaloshi po takonte prindërit e tij në një dhomë me mjegull të bardh akulli. Ai përqafoi teatin, i puthi rrudhat e ballit, syt edhe faqet. Pastaj u hodh në gryk nënës dhe qau me ngashërim. Lokja ja lëmoi shpatullat, çoje kokën o biri im, i tha ajo butësisht. Dua të t'i shoh syt, mos më bëj të qaj edhe unë. Por ai nuk lëvizi. Gjëmonte në kraharorin e saj edhe thoshte: lërmë edhe pak të pushoj në gjoksin tënd, se më ka mbytur malli. Ju se dini se unë jetoj vetëm për ju. Dua t'ju bëj të lumtur, tha dhe vazhdoi vajin në gjoksin e nënës Loke. Pas mesnatës, djaloshi 24 vjeçar, me lotët që i rridhnin faqeve tha: prindërve mos u avrani zemrat, se ata bën gjithçka për neve. Sa e trisht ajo që pa një baba poet, sa e rënd për një brez të rritur mes lakmise dhe zhvatjes. Fli. Haroje djaloshin që digjet nga malli, se ai ka dekadat përpara, ndërsa ty të janë shembur urat e të shkuarës, përshpëriti poeti, i lodhur për gjumë dhe i fiki dritat më datën 26 i 3 2025. Artisti i madh,
Çun Lajçi ka shkruar për momentin e takimit të gjestit me nënën e tij, duke përfshirë edhe politikën, edhe shtetin dhe atë se çfarë ju servohet të rinjve sot. Çun Lajçi është munduar që këtë vlerën e madhe ta tregon tek të gjithë njerëzit. Ne do të takohemi përsëri së bashku, dua të marr mendimin tuaj për këtë ngjarje dhe për këtë shkrim.